Le t'i futemi menjëherë një historie të jashtëzakonshme, njërit prej shembujve më të fuqishëm të vendimarrjes së gabuar, tragjedisë së malit Everest në vitin 1996. Kjo nuk është thjesht një histori për alpinizmin, jo, është një pasqyrë e thellë se si funksionon mendja jonë kur gjendet në një presion ekstrem. Dhe kjo na sjell te pyetja thelbësore, apo jo? Si ka mundësi që dy nga alpinistët më me përvojë në botë, duke udhëhequr ekipe elitare, të përfundonin në një katastrofë të tillë? Siç do ta shohim, përgjigjja nuk gjendet aq shumë te kushtet e malit, sa te kurthet e fshehura brenda psikologjisë njerëzore. Hajde ta imagjinojmë pak skenën. Maja e Everestit, 8848 metra mbi nivelin e detit. Ajri atje lart është aq i hollë, sa që pa oksigjen shtesë, truri dhe mushkërit fillojnë të dorëzohen. Kjo njihet si zona e vdekjes dhe ka marrë këtë emër për një arsye shumë të thjeshtë. Aty lart, trupi fillon të vdes, minutë pas minute. Dhe përtej rrezikut fizik, kishte edhe një investim financiar, marramendës. Çdo klient kishte paguar deri në $70,000 për një shans të vetëm për të arritur majën. Kjo shumë, ky presion financiar, do të luante një rol absolutisht kyç në vendimet që u morën më vonë. E nuk bëj fjalë vetëm përpara të, as pak. Përpara se të tentonin ngjitjen finale, alpinistët kaluan 2 muaj të tërë në mal, 2 muaj të mundimshëm, duke përshtatur ngadalë, me dhimbje, trupin e tyre me mungesën e oksigjenit, 2 muaj pritjeje, përgatitje fizike dhe sigurisht mendore. Për të menaxhuar gjithë këtë rrezik, ekzistonte një e vetëm rregull kritik sigurie. Një parim i krijuar për të parandaluar pikërisht atë lloj katastrofe që ndodhi. Një rregull i thjeshtë që po t'ishte ndjekur, do të kishte shpëtuar jetë. Mirë, tani le t'i futemi thelbit të ngjarjes. Pjesa e parë e kësaj analize do na kthej pas në kohë, në atë ditë fatale të majit të 96-s, për të kuptuar saktësisht se çfarë ndodhi, duke trajtuar si një enigmë që kërkon zgjidhje. Pra, ja ku i kemi faktet, bardhë dhe zi, 2 ekipe të udhëhequra nga Rob Hall dhe Scott Fisher, 2 legjendat alpinizmit u gjenden në mes të një stuhie të papritur e të furishme. 5 njerëz, përfshirë të 2 liderët, nuk u kthyan më kurrë. Pyetja që shtrohet natyrshëm është, çfarë shkoi kaq tmerrsisht keq? Le të kalojmë te gjurma e parë, ndoshta më e rëndësishme në këtë histori, sepse katastrofa nuk u shkaktua thjesht nga stuhia. Ajo u bë e mundur nga një vendim i vetëdijshëm për të thyer një rregull themelor të sigurisë. Ky rregull ishte gjenial në thjeshtësinë e tij. Liderët e ekspeditës kishin rënë dakord për një gjë. Sado afër majës të ishe, nëse ora shënonte 2 pasdite, duhet të ktheheshe mbrapsht. Pik. Pse? Sepse të zbresësh nga Everesti natën, sidomos nëse të kap stuhia, është praktikisht një dënim me vdekje. Po, pikërisht ky rregull u thye, u shpërfill totalisht. Jon Krakauer, një nga të mbijetuarit, shkroi se afatet e kthimit u shpërfillën në mënyrë flagrante. Kjo na çon në pyetjen thelbësore: pse ekspert kaq me përvojë do ta hidhnin poshtë planin e tyre të vetëm për të shpëtuar jetën? Përgjigjja nuk gjendet te moti, por brenda mendjes. Tani, le të largohemi pak nga mali, nga ngjarjet fizike dhe të futemi brenda mendjes së alpinistëve. Fajtoria e vërtet këtu nuk ishte thjesht një stumi bore, por një stumi që po ndodhte brenda kokave të tyre. Dhe këtu hyn në lojë një koncept kyç, paragjykimet njohëse. Kujdes, këto nuk janë tëmeta personale apo mungesë inteligjencë, janë thjesht shkurtore mendore që truri ynë përdor për të marrë vendime shpejt. Shumicën e kohësh ato funksionojnë, por kur jemi nën presion, ato mund të na çojnë në gabime katastrofike dhe sistematike. Këtë ide e formalizoi laureati i çmimit Nobel, Herbert Simon, ndërsa teoria klasike ekonomike mendon se ne jemi si kompjuter, gjithmonë racional. Simon tha, jo, prisni pak. Ne kemi një racionalitet të kufizuar. Ne nuk e kërkojmë gjithmonë zgjidhjen e perfekte, ne kërkojmë një zgjidhje mjaft të mirë dhe ecim përpara. Dhe pikërisht këto shkurtore janë burimi i paragjykimeve tona. Okej, tani që e kemi këtë kuadër teorik, le ta zbatojmë drejt për drejt te tragjedia. Kërkimet kanë identifikuar të paktën 3 paragjykime të fuqishme njohëse që ndikuan drejt për drejt në vendimet e asaj dite. I pari dhe ndoshta më i dukshmi është paragjykimi i mbivlerësimit të vetbesimit. Kjo nuk është thjesht ego, është një tendencë thellësisht njerëzore për të besuar se jemi pak më të mirë se mesatarja dhe për t'i nënvlerësuar rreziqet. Kjo prek mjekët, pilotët dhe edhe alpinistët më elitar në botë. Dhe asgjë nuk e ilustron këtë më mirë se një citat direkt nga vetë Scott Fisher, kur e krahason rrugën për në majën më vdekjeprurse në botë me rrugën me tulla të verdha nga magjistari i Ozit.
Ai tregon një nivel besimi që gati-gati kufizohet me ndjenjen e të qenit i pathyeshëm. Paragjykimi i dytë është një kurth psikologjik tepër i fuqishëm, kurthi i kostos së shtytur. E dini atë ndjesinë kur kemi investuar aq shumë kohë, para apo energji në diçka, sa që na duket të pamundur të heqim dorë, edhe pse logjika na thotë se duhet të ndalojmë? Kjo është pikërisht ajo. Dhe fjalët e Doug Hansen, një nga klientët që humbi jetën, e kapin këtë kurth në mënyrë rrëqethse. $70,000, 2 muajt e vuajtjes, përpjekja e dështuar një vit më parë, e gjithë kjo peshë së kaluarës e bëri të pamundur për të që të kthente kokën pas, edhe pse ishte shumë vonë. Ai ishte tashmë i investuar deri në fyt. Dhe i treti, një paragjykim shumë dinak. Efekti i fundit. Në thelb, kjo do të thotë që truri ynë i jep një peshë të jashtëzakonshme asaj që ka ndodhur. Së fundmi, ne mbivlerësojmë përvojat tona më të freskëta dhe harrojmë historinë afatgjak. Dhe një seri suksesesh mund të krijojë një ndjenjë teje të rrezikshme sigurie. Kjo është saktësisht ajo që ndodhi me Rob Hallin, sipas vëzhgjimit të mprejtë të alpinistit David Brashears. Hall kishte pasur një fat të jashtëzakonshëm me motin për disa vite me radhë. Përvoja e tij e fundit ishte mot perfekt. Ky fat i fundit bëri që ai dhe të tjerët të haronin një të vërtetë themelore. Everesti historikisht është i paparashikueshëm dhe vdekje prurës. Ata u vërbuan nga suksesi i tyre i fundit. Pra, për ta përmbledhur, pse ka rëndësi kjo histori për te i botës së alpinizmit? Sepse kjo tragjedi është një pasqyrë e mënyrës se si të gjithë ne marrim vendime. Anatoli Bukre, një nga gidat në Maladit, e tha ndoshta më së miri. Nuk ka një përgjigje të vetme, të thjeshtë. Paragjykimet njohëse ishin një faktor i madh, padyshim, por ishin pjesë e një rrjeti kompleks ngjarjesh dhe vendimesh. T'ia vësh fajin vetëm një gjëje do të ishte një thjeshtësim i tepruar. Dhe pika kyç është kjo. Kurthet që kapën këta alpinistë elitar janë të njëjtat kurthet që shfaqen kudo çdo ditë. Mbivlerësimi i vetbesimit kur nisim një projekt të ri. Kurthi i kostos së zhytur kur qëndrojmë në një marrëdhënie apo punë që nuk na bën mirë. Efekti i fundit kur investojmë në tregun e aksioneve. Këto nuk janë të meta alpinistësh, janë të meta njerëzore. E kështu, kjo analiza na le me një pyetje thelbësore për të gjithë. Tragjedia në Everest na mëson se edhe ekspertët më të mirë mund të bien prej këtyre kurtheve të padukshme të mendjes. Sfida pra është të bëhemi më të vetëdijshëm për to, jo vetëm kur jemi në majën e një mali, por në vendimet që marrim çdo ditë.